Këto pamje vijnë drejt për drejt nga fshati Ferras, ku shumë familje ndodhen nën pushtetin e ujit pas daljes nga shtrati të lumit Vjos. Sipas banorëve, kjo përmbytje nuk është vetëm pasojë e rreshjeve intensive, por edhe e mungesës së pastrimit të kanaleve kulluese, ndërtimit të një argjinature mbrojtëse, e cila mungon prej vitesh. Gjatë xhirimeve të televizionit Apollon me gazetarin Ndriçim Gjoshi dhe Besnik Sulejmani, në terren ndodheshin dhe përfaqësues të emergjencave civile, të cilët po verifikonin dëmet e shkaktuara në banesa, toka bujqësore dhe bagëti. Megjithatë, banorët shprehen të zhgënjur, duke thënë se shpresat për ndërhyrje institucionale janë thuajse të shuara, pasi ndihma u mungoi edhe gjatë përmbytjeve të mëparshme. Ata i drejtohen vetëm Zotit, ndërsa uji vazhdon të mbetet kudo, në shtëpi, ferma dhe biznese. Siç e shikoni, ne ndodhemi në fshatin e Ferras, një fshat që ndodhet afër lumit Vjos, i cili tërësisht është i përmbytur, ku shumë familje këtu janë me të vërtet për të ardhur keq në pozicionin ku ato ndodhen, ku uji akoma vazhdon të jetë në banesat e tyre. Shumë familjar kanë filluar të pastrojnë vetë pjesët e shtëpisë së tyre, por në këtë moment që ne jemi duke transmetuar dhe duke filmuar, pas nesh është emergjenca civile e cila po verifikon dëmet në këto familje pikërisht në fshatin Ferras, një nga fshatrat më të prekura nga përmbytja e lumit Vjos. Pasi telefonatën televizion Apollon nga familja Toka këtu në Ferras të Njësisë Administrative Leva të Bashkisë Fier, ne erdhëm për të ndodhur pranë familjes. Është një e moshuar e vetmuar e cila është përmbytur, shtëpia e cilës është përmbytur si shumë të tjera, dhe me ka pas konsiderueshme në katin e parë, ndërkohë që e bia ka ardhur për të qëndruar pranë kënd në këto ditë vështira. Po, si erdhën? Mirë ide. Ha, Si duken dhe, si atë dëme shumë. Ka dëme kam pasur, duken me sy. Kisha e një i të të kokë puna dhe ato, kënë gordo brënda në Po, katolë. duke ja ku është njëra aty. Duken ato. Ja, që nga një pull aty, ja. Po, kjo kisha shpëtuar. Po, Edhe, në gordi këte janë. Ato kanë gordo brënda në katolë. Ja, po bra. ju rrezikuat? Me më rizikonë se një morë me ato rrefkat që kishim aty, i thonë këte. Të tjera të kemi ngritur, i bëmë stiv, kanë të tëra mërdhe. Ta pushteti lokal kanë ardhur e kanë parë gjendje këtu? Fare, Nuk kanë ardhur, e? s'kara. Në rrugë ka ardhur emergjenca civile, po pastroj kanalet, tej. Ja, ku që faqen këtu? Vetëm të shikojnë që këshu. Kanë ardhur për të ardhur, po? Vinë, shikojnë këshu, që të vinë e të futën brenda të shikojnë. E shikojnë nga jashtë dëmi dhe thonë? Vetëm nga jashtë. Po ju kanë premtuar se do ju ndihmojnë ose do ju... As një fjallë nuk nga kanë thënë. Mua me gryer kanalin. Agjinatura ti është gryer, Ka kaluar uji agjinatur dhe ju ka e vëndu. gjithë. U dërste nga mua. Ka që në 2021. E nga si nga thonë që nga mbyti sherua. Për ca i mbyta shtetit veridor ati jenë. Jo, Shumë e ka I thonë. mbyti lumi Vjos, po ate ka përmbytur në fakt Jo, shteti që nuk ka bë agjinaturë për të mbrojtur daljen e lumit. e po dhe ta njerëzit këtu ashtu thonë që nga mbyti. Kur që është apeli që i jepni ju tash? Qa koni nga shteti? Ne nga shtetit duhem dhim të mbej kanalin. Të më hapin dhim, të gjitha ato që më janë prisur, i dua në shtetit. I dua në shtetit, se unë kam përfundua. Unë, kush do më dimoj, s'kam as djalla, tuti as tu. 2 djemë kanë vdekur gjithë. Unë jam e vetëm. Të qëmë që kanë të martuar, djemë shikonë, ikën, vjenë, 2-3 ditë vjenë të punë. Rikëtu me mua. Dhe se ka familjen të një. Apeli i në Shero Ferrajt, këtu nga Ferrasit, është për institucionet vendore, për autoritetet, për gjekse, të cilat duhet të jenë pranë sa më shpejt, sepse është një nen përveç se e hidhuruar nga largimet nga jetat, fëmijëve edhe vetmuar dhe ka nevojë më shumë se kur për ndihmë. Për televizion vëllai nga Ferrasi, Besnik Sulejmani. Në Ferras është shumë e rëndë aktualisht, pra shikojmë shtëpisë përmbytura, skatet e para dëmet konsiderueshme, kështu është edhe reagim bana, një tjetër familje e cila ka kërkuar
ndihmë për publikimin e situatës. Hajde këtu, te dera. Do hym.